Nga lart, qyteti shtrihet mes maleve si një kuror e fshehur në gji. Qatit e kuqe dhe rrugicat e ngushta tërhiqen drejt qendrës, si damar që mbajnë gjallë frymën e shekujve. Një qytet i vogël në përmas, por i madh në kujtesë. Kur zbret në zemër të tij, guret e rrugicave tregojnë histori. Dyert e vjetra prej druri të mbuluara nga koha, mbajnë mbi to fjalë shqipe. Shtëpia. Fjalë thjesht por e shenjtë, që ruan kuptimin e stresë dhe të përkatësisë. Në një rrugicë mbi shkallë guri, gjenden të shkruara vargjet e një këngë të lashtë. Ejani, ejani, ejani gjindë, ejani vëreni hajdhit që kemi na. Një thirrje që jo vetëm këndohet, por gdhendet. Një këngë që nuk shuhet, por jeton e përjetshme mbi gur. Në muret e shtëpive, muralet shfaqen krenarinë arbreshe. Një vajzë e veshur me kostum tradicional mban në duar një pemë, rrënjë dhe deg, që lidhen fort me tokën e të parve. Kulti i Shën Gjergjit është një traditë e lashtë dhe thellësisht e rrënjosur në besimin popullor. Ai shfaqet përmes figurës së kalorësit që përballet me dragojin, simboli së keqes, një pamje që mishëron fitoren e së mirës dhe të dritës mbi errësirën. Që nga shekulli 11, Shën Gjergji është nderuar si mbrojtës i kalorësve, ushtarëve dhe i të gjithë atyre që përballen me sprova. Murali i forcës arbreshe Gjergj Kastrioti Skënderbeu, si simbol i betejave të jetuara dhe të fituara. Trimbi trima Gjergjo Kastrioti, fushit madhe që mi ka dhënë Zoti. Zonja Vita. E rritur në një shtëpi ku tradita e qëndisjes me fije ari ka qenë pjesë e përditshmërisë. Përfason një mjeshtre të vërtetë të këtij arti popullor. Një mjeshtri e lashtë, dikur e përhapur, por që sot ushtrohet vetëm nga pak njerëz. Ky është kujtimi i vendit ku ajo jetoi dhe krijoi veprat e saj të çmuara. Në zemër të lagjes sheshi. Vepra memoria. Duart e skalitura në gur, simbol të rënjeve arbreshe, të kujtesës, qëndresës dhe forcës që bashkon brezat në mbrojtje të tokës dhe të identitetit. Këto vepra artistike, etnografike e kanë kthyer sheshin në një muze në qiell të hapur, fal artit urban dhe trashëgimisë 537 vjeçare të horës së arbreshvet. Ky është qyteti i arbreshve, një kështjell e shpirtit shqiptar, ku koha nuk e fshin dot as gjuhën, as simbolet, as kujtimin e të parve. Kur mbi liçenin e horës bie nata dhe gjindet mblidhen, rrugicat e gurta marrin një tjetër ngjyrë. Këngët fillojnë e jehojnë në shesh dhe arbreshët mblidhen të bashkuar. Dhe e mundi nostalgjin, duke gjetur forcën tek figura e pathyeshme e Skënderbegut që u bën roj. Mikpritja e tyre të ngroh zemrën. Si shqiptar të bën të ndjesh gjakun duke rrjedh vrullshëm, me bindje të prerë se pasardhësit e Kastriotit janë të pathyeshëm, sepse as shekujt nuk mundën ta tundonin pushtetin e të qenurit të bashkuar.
He's crazy. Gabriel! Aí, ó. Un saluto a tutti, siamo a casa di mia nonna Rosa Flescia. La casa ovviamente è stata ristrutturata ma ha mantenuto anche parti antiche, quali il pavimento, e proprio nella casa di mia nonna vi voglio presentare gli abiti che con grande dedizione mia nonna ha ricamato. In particolare possiamo osservare questa gonna che è stata realizzata con delle fasce fatte a tombolo, tutte in oro, appoggiate su seta antica. Oltre alla gonna potete osservare la cintura in argento Bresi, che riporta nella borchia centrale il nostro patrono San Giorgio. Questa qua è sempre antica ed è un grembiule che veniva messo come addobbo. Potete osservare altri pezzi del costume. Il giubbino in velluto che viene arricchito da questo collare ricamato tutto in oro che apparteneva sempre a mia nonna, la mantellina che è stata realizzata sempre a tombolo, quindi sempre in oro su seta, e poi qua possiamo anche osservare la parte intima del costume. Diciamo, questo è una sorta di reggiseno antico, cherry veniva chiamato nella nostra lingua, la tasca e la sottogonna. Qua possiamo osservare un'altra tipologia di gonna che viene chiamata ansilona ed è la gonna di grande festa, tutta ricamata in oro con la tecnica dell'oro posato. Questa in realtà apparteneva alla bisnonna di mio marito, che si chiama Teresa Reres. Reres è un cognome importante perché è il cognome di un condottiero albanese molto noto. Gli altri accessori sono questi. Questo è un fiocco medifleta, si dice, che si mette nella parte posteriore della gonna. Il fiocco ha 4 petali che si mette nella parte anteriore della gonna. Il fiocco per i capelli e altri 2 fiocchi che vengono messi uno sul davanti e uno sul di dietro, sempre dell'abito. In questa gonna abbiamo riportato la versione diciamo estiva, quindi non abbiamo più il gipponi, lo chiamiamo noi, il giubbino in velluto invernale, ma abbiamo questo gilet sempre in seta ricamato in oro. È quella che noi chiamiamo ligna, questa camicia tutta ricamata, sempre fatta a mano dai miei antenati, da mia nonna, la proprietaria di questa casa, Rosa Flescia. E infine un'altra mantellina che è stata realizzata con una tecnica diversa rispetto alla precedente. Questa è stata realizzata con la tecnica dell'oro posato. Questi sono gli accessori principali del nostro abito. Inoltre possiamo osservare lì dei gioielli che appartengono però alla tradizione siciliana di fine Settecento. E abbiamo rusari, il rosario, pindaie dipendenti a 5 punte, criti e corcette, il battipetto. E qua abbiamo un'altra versione un po' meno ricca rispetto a questa, sempre di pendente, pindaie e rosari. Vare per cusare, e sì lesi mesi, e sì lesi mesi, e morì e buccoresi. Vare per cusare.
Essi lazy, 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 essi lazy, lazy, lazy. Në katedralen e Shën Dimitrit takova atë Giovanni Pecoraro, i njohur nga arbreshës si Papa Jani Gojarti, për përkushtimin e ruajtjen e gjuhës dhe traditës arbreshe përmes shërbesës së tij fetare. Kjo katedrale është gjithashtu selia e eparkisë së Horës së Arbreshëvet, qendra shpirtërore dhe administrative e komunitetit katolik bizantin arbresh në Siçili. Këtu në Kis nga ditë bëjmë meshën ose liturgia qinore e bëjmë në gjuhën arbreshe. Vetëm në gjuhën arbreshe? Po, vetëm në gjuhën arbreshe. Tek e dielja meshën e këndojmë e bëjmë në gjuhën greqishte. Pse na vijmë nga kisha greqishte nga Shqipëria e Jugut, e mbajtëm me gjuhën greqishte. Si në Itali, shumë herë bëjën mesht, i bëjën edhe në gjuhën latinishte. Përveç shërbesës hynore, Papa Jani pohon me krenari se arbërishtja ishte gjuha e tij e parë. Nuk e kuptoja kur isha i vogël. Kur shkova në shkollë. Kuptoja arbërishten, por nuk kuptoja nuk kuptoja italishten. Aherë në televizion ishën pak, telefoninër ishën pak. Kjo qishë katedralja, qishë e parë të gjithë eparkisë jonë, të gjithë fshatet arbresh të Siçelisë. Kisha e parë nga gjitha fshatrat arbresh. Krije qishja. Krije qishja, kjo është qishja të Peshkopit. Shumë e bukur se kemi këndimet tanë të kishës, janë këndime më të shumtit, janë tradicional. Priftërinjtë arbresh kryesisht kanë zhvilluar një traditë të çmuar në ruajtjen e gjuhës, përmes shkrimit në arbërisht. Kjo trashëgimi e vyer vijon edhe sot fal Shënjanit, i cili më dhuroi liturgjinë hynore të meshës së tij të shkruar pikërisht në arbërisht. Me këtë akt ai jo vetëm që ushqen shpirtin fetar, por gjithashtu mban gjallë një pasuri të madhe kombëtare, arbërishten. Po personazhi më i rëndësishëm për ju, i Piana degli Albanesi? Luca Matranga, Lek Matranga. Lek Matranga. Ad Gjergji Guxeta, që varzuar këtu prapa, të brenda kishës, pse ai bëri seminarin grek-shqiptar në Palermo, të gjimësat të 1700, e atje gjithë djemë tanë vënë studiuan, atje shkuan atje të studiojnë, edhe ndihmoj një të prift këtu në plan të hapë kolegjin të murgeve që kemi këtu në pjacat e Shumëria o Dhigjitrijes, të ku atje edhe hapën një shkollë për gratë. Jashtë katedrales, një takim i rastësishëm me kryetarin e shoqatës turistike dhe kulturore Proloco të Horës së Arbreshëvet, zotri Giorgio Kuqa, i cili prej vitesh angazhohet për ruajtjen e kulturës arbreshe dhe promovimin e turizmit. Oh hili bukur, oh hili bukur. La che me la dim, vuoi bukur amore? E c'era fome ta? Jo babi, a thomi mama e tata. Mama e tata. Ju thoni mamaj e babaj që thoni ju. Përshëndetje kryetar, si jeni? Nga nderimi i Nikola Barbatos, mjekut dhe adhetarit arbresh që mbolli frymën e lirisë,
te fotografitë e veshjes tradicionale në hyrje të bashkisë, e deri te dritarja që mban sipas qyr shpirti vargjet e të madhit Zef Skiroi. Po të mbahi arbresh, e të ruani gluhën tën, me kujdes se me të dashur, si një gjë të shenjtruam, si më të mirën nga dhënat e Ty Zoti. Përmes emocioneve të takimit me njeriun që shndroi horën në një shpirt Shqipërie mes Italisë. Kryetare Rosario Peta. Ju falenderojmë të jeni këtu në Horën e Arbreshve të ditët të themelimit të Horën e Arbreshve. Aktivitetet që na jemi kërrim përpara janë aktivitetet të promovojmë Horën në botë. Hora jonë dopo 537, hora leu 30 gushtit 1418, se më bujën 537, mbanë me shumë gjelosi, me shumë orgoglio, traditat tona, identiteten tona, storikën tona, edhe gluhën jona arbreshe. E na kemi punuar të mbajmë këto iniciative që për neve janë esencialisht të mbajmë atë që jemi. I pari delibera që bura në kur kleva, kur me legjovën krijetari të bashkisë 2017, kleu të institucionalizarjem festën e themelimit. Si mjet jemi tek e teta iniciative të festës, 4 vjetë që në asemi të 10 të ushtit bujëm festën, e kje e objektivi jini principali, të Horë Arbreshve të jenë njohur për atë që jemi na Arbreshe, në Itali, në Sicili, ma di origjinë shqiptare. Po aktivitetet që zhvillohen këtu, a ka interesim nga institucionet shtetërore të Shqipërisë, të Kosovës? Ka në nika 5 vjetë, që na kërrim shumë aktivitete me qeverinët të Shqipërisë, me qeverinët të Kosovës. U marrë pjesë te KKD-u, Kishilin e Koordinuar të Diasporës, jam anetare, bashkë me tjerë, gjithë jemi 15 anetare që marrim pjesë te KKD-u, e jemi ata që reprezentojmë shqiptarët, u reprezentojnë Arbresh në Itali, që janë gjithë në botë. Më intereson hierarkia e komunës, e bashkisë. Jeni ju kryetari, pastaj kush janë pjesëtarët? Në bashkit të Horën e Arbreshve mandati 5 vjetë, janë 5 kolegi që mbujnë parti të marrin pjesët e gjunta komunale, e janë 12 kolegi që marrin parti të kishilit të Konsilio Komunale të Horën e Arbreshve, kishili i komunës e vërtet. 8 të kishilare janë maggioranza edhe me mua, e 4 janë ata in minoranza. Ma gjithë bashkë punojmë për të mirit të Horën e Arbreshve. Janë diku 6.000 banorë, apo jo? Po. Që jetojnë në 6.000 banorë në Horën e Arbreshve, di origjinë Arbresh në Sicili janë edhe 5 komuna bashkë me Horën e Arbreshve, Santa Cristina Angela, që është afër 4 km, Mezzojuso, Conte Sentellina e Palazzo Adriano. Atë që na kemi një partikularità se në Horën e Arbreshve të flasim gjithë Arbresh. Flasin Arbresh edhe kush nuk di origjinë Arbreshe. Na në Itali jemi 50 bashkë, e jemi 50, 30 janë në Kalabri, 5 jemi në Sicili, 3 janë në Puglia, jemi të 7 regionë të Italisë. Jam e pënonje shumë bashkë me kolegët tim, krijetarët të tjerë komuna, të bujëm një unionit të bashkive të Arbreshe në Itali. Kjo unioni të kemi, di ka qeveria të Italisë atë që nuk kanë në dhenë edhe sot. Të kemi, të mësojmë gluhën arbreshe edhe shqiptare në skohë me profesore kurrikulari. Të kemi atë që në nget, pjesën që në nget të televisiona italiana, ashtu si japjen tjerëve minoritetet, nuk duam revolucion, na duam atë që në nget, atë që tjerët minoritetet kanë, e në Arbreshtën nuk kanë atë. E të kjo jam e pënojëm shumë.
Këtë idea e prezentova vjetën në Kalabri, atë që një mik imi më mësoi, që u thomë se në botë tull një gurë e del një shqiptar. Jam antare e Këshillit Koordinues të Diasporës, i cili është një institucion i Republikës së Shqipërisë, i krijuar nga Republika e Shqipërisë për herë të parë në historinë e shtetit shqiptar për të përfaqësuar interesat e shqiptarëve të larguar nga vendlindja. Unë punoj dhe jetoj në Londër, jam avukate, kam një përvojë shumë vjeçare në profesion në Britani të Madhe. Në Këshill jemi 15 antarë nga shtete të ndryshme të botës, unë jam nga Britania e Madhe. Ligji për diasporën është baza e Këshillit Koordinues të Diasporës, dhe ky ligj na jep për detyrë që ti identifikojmë problemet me të cilat përballet diaspora dhe ti propozojmë qeverisë shqiptare zgjidhje rreth atyre problemeve. Arbreshët janë pjesë e diasporës shqiptare. Në Këshillin Koordinues e kemi edhe një përfaqësues nga komuniteti arbresh, dhe ky njëherët është edhe kryetari i Horës së arbreshëve në Itali, zoti Rosario Peta. Arbreshët janë simboli i dashurisë për atë deun dhe simboli i ruajtjes së gjuhës dhe identitetit kombëtar. Përveç Këshillit Koordinues të Diasporës, ekziston ndër tjera edhe Agjencia Kombëtare e Diasporës, ndërsa për arbreshët është një institucion i veçantë, i quajtur Qendra e Studimeve dhe Votimeve për Arbreshët. Bashkëpunimi me arbreshët dhe me gjithë diasporën shqiptare është shumë i rëndësishëm, për shkak se sidomos nga arbreshët mund të mësojmë të gjithë shumë. Ata janë shembulli se si pa marrë parasysh sa vite kanë kaluar nga koha kur janë larguar nga Shqipëria, ata kanë arritur që ta ruajnë gjuhën, kulturën, identitetin dhe unë kisha privilegjin që ta shoh këtë nga afër, me që vetëm të bashkuar mund të bëjmë atë që është më e mira për diasporën dhe për gjithë shqiptarinë. Hora e arbreshëve në festën e themelimit në vitin 2024 pranoi dhuratën më të çmuar nga mërgjimtarët shqiptar, gjithsesi nga shoqata Hora e Skënderbeut me Selinë Cyrit të Zvicrës, shtatoren e heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeut. Kjo shtatore e punuar nga skulptori Gëzim Muriqi u realizua si iniciativë e antarit të kryesisë së shoqatës dhe kontribuesit më të madh financiar të këtij projekti, zotërit Veli Berisha. Nga sot edhe vendi ku qëndron shtatoria do të quhet Sheshi Skanderbeg. Fare, percusare, e si lesi, lesi, mesi, e si lesi, lesi, mesi. Muzeu i Kulturës Arbreshe Nikola Barbato ruan dhe përcjell gjithë historinë e Horës së arbreshëve, të dokumentuar me shkrime, fotografi dhe asete materiale që dëshmojnë jetën, besimin dhe traditat e këtij komuniteti. Në këtë pjesë të muzeut Musarb, vizitori udhëhiqet nëpër historinë e veçantë të Piana degli Albanesi apo Horës së arbreshëve, një komunitet i krijuar nga shqiptarët arbresh të shpërngulur në fund të shekullit 15. Pas vdekjes së heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeut dhe rënies së qendresës shqiptare kundër perandorisë osmane, shumë familje shqiptare kërkuan strehim në brigjet e Sicilisë. Kështu lindi një ishull në ishull, ku gjuha, zakonet dhe identiteti arbresh u ruajtën me fanatizëm ndër shekuj. Hora e arbreshëve u themelua zyrtarisht më 30 gusht 1488, me nënshkrimin e kapitujve të themelimit,
Ky akt i dha banorëve të parë arbresh të drejta të posaçme, duke i lejuar të ruanin besimin, ritin bizantin dhe gjuhën amtare. Dokumentet mbajnë shkrime zyrtare dhe vula, duke dëshmuar marrëveshjen historike që siguroi bazën e jetës së komunitetit arbresh në Siçili. Muzeu jo vetëm që e vendos vizitorin përpara fakteve historike, por e bën atë të kuptojë rrugtimin e gjatë dhe të vështirë të një populli që pavarësisht vështirësive ka arritur të ruajë rrënjet, duke u bërë një urë e gjallë midis kulturës shqiptare dhe asaj italiane. Stolit arbreshe janë të lidhura ngushtë me kostumin tradicional. Origjina e tyre lidhet me modelet italiane të shekujve 17 dhe 18, ku ndërthuren elemente orientale spanjolle dhe të barokut siçilian. Ndër më të përhapurat janë kryqi i kraharorit, panari, pindajtët, rusari, guret e çmuar, rubini, smeraldi, diamanti, së bashku me emalin dhe perlat e vogla, mbajnë një simbolik të fortë fetare dhe kulturore. Burrat arbresh po ashtu ruajnë me krenari veshjen tradicionale. Në kokë mbajnë plisin e bardhë, simboli i identitetit shqiptar. Mbi këmish veshin një lekun e punuar me mjeshtri nga gratë arbreshe, ndërsa materiali i qeleshës në shok rrethon belin duke i dhënë formë, madhështi dhe qëndrueshmëri veshjes. Tirqit e gjera si pjesë e kostumit tradicional shqiptar e ruajnë karakteristikën e komunitetit arbresh. Ky kombinim klasik i veshjes të bën të ndjesh shpirtin shqiptar në zemër të Siçilisë, duke përjetuar afërsinë e gjakut që bashkon përtej kufinjve, përtej detrave. Në qetësinë e muzeut, koha merr frym përmes sendeve të vjetra, veglat shtëpiake, djepi i drunjt dhe kujtimi i ninullës, sjellin ngrohtësinë e jetës familjare të dikurshme. Kështu muzeu i Horës nuk është vetëm vend kujtese, por zemra që rreh ende me ritmin e një populli që nuk harron rrënjet e veta. Jemi me fotografen Maria Giangrosso, e cila është pjesë e komunës së Piana Deli Albanesi dhe punon atje si fotografe, pra merr pamje të çdo aktiviteti të kësaj komune, të Horës së arbreshve përndryshe. Maria, si ndihesh mes arbreshve? Ma sinceramente benissimo, perché diciamo dall'età di 8 anni che abito qui a Piana degli Albanesi, diciamo che ho sposato la tradizione di Piana, mi sono innamorata di Piana e mi trovo abbastanza bene anche con le persone di Piana. Allora, io adesso ho quasi 10 anni che faccio parte dello staff del comune con Rosario Petta, dove spesso lui mi chiama per mortalare, diciamo, i volti delle belle persone, i costumi, tutte le tradizioni, dalla chiesa a qualsiasi evento. Sì, io sto bene perché mi piace immortalare i sorrisi delle persone. E poi le persone mi chiedono: Maria, mi dai una foto? E io sono sempre disponibile a dare la foto, però diciamo che tutti gli eventi di Piana a me piace che li pubblicizzo e che le persone al di fuori di Piana vengono qui a trovarci. Shkova nga dera jote, si shnjeri, dolla nga u dhe krojtë si të pe, kërkova gjitoni mbi gjitoni, e mos njeri më tha se ti ku je. Një mjegullë zezez mu vundësi, mu saltën trute mu erë gjithë kidhe,
me si për lotur prora prap në shtëpi, i drithëruam si zogu pa fole. Kënaqësi të takoja Mario Kaliva, një zë i fuqishëm i kulturës arbreshe, dramaturg, gazetar, fotograf dhe poet nga Hora. Ai e ka kthyer artin e tij në një pasqyrë të thellë të identitetit arbresh. Përmes fjalës së shkruar, imazhit dhe teatrit, Kaliva ka arritur të ruajë dhe të ringjallë kujtesën kolektive, duke shndruar traditën në frymë bashkëkohore. Në Arbresh, përmes teatrit, përmes poezisë, ruajmë gjuhën, e kur ruan gjuhën, ruan edhe identitetin. Kam shkruar edhe disa libra me tematike historike, si ata e zbarkimeve të shqiptarëve në Itali të vitit 1991. Të rasti i teatrit, një aktor arbresh ka mundësin të studioj, të lexoj një dramaturgji shkruar në gjuhë arbreshe, atëherë e ai mëson fjalë që humben, që nuk përdoren më. Ne arbresh kemi besë se një kulturë të jetë e gjallë, të jetë e mirë, ka jetë edhe në dialog me tjerë kultura, ka respektoj tjerë kultura, ka jetë e hapur. Për të jam presidenti e një çmimi e poezisë mesdhetare, Mediterranean Poetry Prize, që nga vit buhet Romë. Kemi shumë patrozhine nga shumë universitete të mesdheut, kemi dhënë edhe disa çmime edhe disa poetëve shqiptarë. Fjala ngëbëhet kur buk, por mund të ndihen për të gjetur bukën. Buka ngëbëhet kur fjalë, por mund të ndihen të rish shtuara. Pa bukë e pa fjalë, njeriu bëhet mung dhe pa fuqi, edhe se ka këmbët, edhe se ka gojen. Përshëndetje gjithëve, na ashtu thome Merdeta, na thome të falët. Jemi të Hora e Arbreshvet, qyteti më i madh që ka Italia, qyteti të ku flitet gjuha, si thoni ju, na thome gluha arbreshe, e flasin gjithë, fëmijë të mëdhenj e gjithë. E flitet të gjithë vendet, në një vete të një kafe, në një vete të bashkia, në një vete të një të kisha, ku vete flitet gjuha arbreshe. Na patëm lindje shumë vjetë prapa, e ishëm e jemi arbresh gjithmonë, se unë këtonjë se kur pam se ishëm italisht, kur bam të skolla e vogël, na thome prima elementare, skolla e vogël. Atje pam se gjuha jonë ishte dhe gjuha italisht, ma na kishëm folur për 6 vjetë, po gjuhën arbreshe. Të ka jo herë nuk ishte televisione, e nuk dijëm se kishtë që gjuhë italisht. Ne ju kuptojmë shumë mirë. Na këptoni ju neve? Po. Ju na këptoni, na jemi shumë kësuar, se ju na këptoni, pse na ishëm fëmijë, e kishëm mendimin me Shqipërinë. Të Shqipëria na nuk më nëvejmë se atje ishë regjimi të Enverojës, ma na kishëm mendimin të Shqipërisë, u të thonë vetëm këtë, se të 1970 u mirëja një radio, e vuja të Onde Medie, e kërkoja Radio Tirana, të dëgjoja si flisin shqiptarët në Tiranë. Na Shqipërinë e gjithë shqiptarinë kemi e pasur të zëmbra. Kështu kur kleu lufta e Kosovës, ishëm gjithë të keq për njerëzit atje me atë që kleu.
me fëmija që vdikjen, me dëshmorët që vdikjen. Të thash, na njohim historinë mirë të Kosovës, na njohim gjithë njerëzit që vdikjen për ilirin të Kosovës. Si mund tjetë edhe Mjasharin, jetë kële ushtu Ludzim Mjasharin, djallit të Mjasharin. Shtu jert e shoqja e Agin Romadani. Tu klenë dhe tjerët që kanë ardhur, e që si vijën tu, ndihën të shpit të tire. Ashtu ndjem edhe ne. Edhe ju? Edhe ne u ndjem si në shtëpin tonë. Është shumë bukur, është shumë bukur. Ma e më bukur kur vini ju ka Kosova, ka Shqipëria, ka Macedonia, e na takonemi me juve, e na dim se gjaku e gjaku në ujë. E kemi parë të gjithë të vjetë, pse na të kikitetë, ka ju, një ishëm njohur, ju njihjet shumë Kalabrin, ma nuk njihjet Sicilin. Ma Sicilia, e hora e arbrejshvet, është shumë, ma shumë, ka shumë krenarjet. E kam shumë miqë që jetojnë në Kosovë, në Prishtinë, në Prizenë, në Gjakovë, edhe në miqë Dardan në ngritën shtatorin e Skanderbeut. Edhe kam shumë miqë profesor që janë në Mërgat, që janë miqë që ishin miqë të ngusht me Ibrahim Rugova. Njeri ka këta ju Polimusa. Kanë dëshirim i madhë, pse nuk kam të lënë në Prishtinë. Pse në Prishtinë kam shumë miqë. Ju, Kosovar, keni një dashuri shumë e madhe me neve arbresh. Ju e keni arbrishtën gjuhën tuaj të parë. Pastaj e flisni edhe italishtën. Na flasim po gjuhën arbreshe. Na kuaj që flasim gjuhën italisht. Na gjuhën italisht e flasim na veme në Palermo, na thome Palerma, arbrishtë, o na veme të kitetet që janë afër Horës, e nuk janë arbresh. Ti me bia flasim të dia gjuhën arbreshe, tani ajo e madhja, thot se ishtë, nuk thot mëse arbreshe, thot se është shqiptare. Mirë se në erët të hore e arbreshve, differenza di Salvatore, a 3 vjeç ju ka ardhur a Palermo, e pata il primo impatto se u flisi arbresh, ata flisin letish, e një drëngoneshën për mosgje, e i kjerja të mëma të më bujë la traduzione. Quindi patto abituarsi të flisja letish, për që këtë rria jashtë, a gjithë ditë rrim në mestraca, herë një se ishën se në ne që rri brënda, rrim sempre në mestraca, quindi këtë flisja letish, kur ritornaria brënda pran flisja arbresh. Voglio trasmettere la parte un po' sentimentale di quello che vuol dire ti jesh një arbresh, një mend se thesh sto Salvatore e se thesh një mend te della storia purtroppo nei 600 anni, quasi 600 anni trascorse, sia albanesi che kosovar kanë pasur huaje të liq. Na grazie a Dio in Sicilia kemi pasur situazione, però shurbiset të liga një kujtoje, një kujtanje pa. Tanto è vero se gluha jonë, non gluha la religione, një ka pasur, diciamo, incursione o chi na mësojnë, chi na opponirjen të mësojnë të shurbise. In questo siamo grati un po' alla storia, però drëngojmë dhuhurin që klen që patën arbresh. Kur jepën këtu. Qualche cosa di immenso, një madh, ne ndjejmë un prego
i math, ju jeni si tata, si nonra, si motra, si vëllezër, si biqve në gjejen. Sa thua se janë Gjaku. E ta na e ndjejmë shumë fort. Jemi veramente content kur vine në gjene. Ta do ju trasmetirim. Chi arbresce të Horus di Piana degli Albanese, që jemi content di avere un tesoro dietro le nostre spalle e të kërkojmë avante per gli altri secoli, për që një më harrojmë kalen. Më 1 maj 1947, në Portela della Ginestra, pranë Horës së Arbreshvet, ndodhi një ngjarje tragjike. Gjatë festës së ditës së punëtorëve, fshatarë arbresh dhe punëtor vendas u qelluan me armë nga banda e Salvatore Giuliano. Si pasojë 11 persona u vranë dhe 10 të tjerë u plagosën. Arbreshët që kishin ruajtur gjuhën dhe traditat shqiptare për shekuj me radhë morën pjesë në këtë fest si shprehje e bashkimit, punës dhe e lirisë. Masakra u bë simbol i vuajtjes dhe qëndresës së popullit arbresh, që edhe në dhe të huaj vazhdoi të luftonte për drejtësi dhe dinjitet njerësor. Gëzuar. Guardo Soviet.
Mascaro, Mascaro, Mascaro fuori per pietra. Oh Giulia, Giulia, oh Giulia, Giulia, oh Giulia, Giulia, Seu per tia, Seu per tia. Se zëmrai